është zër ballë. Është në gjendje të rëndë. Ka rrezatimet edhe kineterapi. Presuarike është zër ballë. Unë qohna në ora 4, ja pak me ngjes shokut, edhe këtu vim 5:20 për me marrë numrin me prit. Unë kishna bëni lutje, nëse ka mundësi me ofru dhe shërbim me pas ofër prizrenit, se në regioni madh ka të përfshime shumë me këtë smundje që na ka bërë si lunë bashkë. Pa është aty nuk ose kur mu qunë në ora 4, sukur atje qunë në ora 7 normale dhe shkojnë prizren e kry punën. Për ditë unë vi se ka rrezatimet edhe kineterapi. Shumë sfidu se mu ka dash me pagu banesën për shkak largësisë. Së është 100 km largë, pacienti s'mundet me përballu. E kisha pas shumë të nevojshëm për shkak se këtu vinë për gjitha komunave edhe përbohet shumë të vogël. Edhe shpenzimet më të vogla edhe për shkak lodhjes këtyne. Për çdo javë prej Kaçanikut e këtu për kimioterapi shoqën, është në gjendje të rëndë. Unë e kishtë bënë një apel kështu në mënyrë shoqërore qeverisë ose ministrisë, le të hapin një objekt dikon në Ferizaj më afër, jo këtë Kosova për shembull në Prishtinë më afër. Është shumë problemi madh, nuk mund mi përfshin Prishtina me mbi 1400 janë, sa e di unë. Po unë vështirësi më të mëdha mos ka ku shkon. 5 orë, 6 orë është një seancë. Unë nuk e di që jam të vetë i përballu. Jam veteran i luftës, më 204 euro pak. Unë nuk di që jam të i përballu vetë.